para pak ditëve familja jonë ka shënuar ditëlindjen edhe na menojmë shkam ju bë dhuratë shikuesve tonë. Unë kështu du me ta bëj një pyetje shumë direkt në mënyrë që ti mos kesh mundësi me më thonë jo. A mund t'ja bëjmë një dhuratë këtë atyre që vinë përmes familja jonë në shkollën finlandeze, t'ja bëjmë një zbritje në regjistrimin e një fëmijës ose sa do fëmijë që sjell ajo? Po, patjetër, për gjithë ata të cilët vinë përmes komunitetit të familjes sonë, gjithsesi do t'ju ofrojmë një zbritje, sikurse në programin Impact apo edhe në atë ndërkombëtar, kështu që të gjithë ata që janë mund të na kontaktojnë edhe gjithsesi ne do t'ja ofrojmë një zbritje. Patjetër. Sepse na jemi mësu, nuk ta bëjmë të mirë, pa na bënë të mirë. Po, patjetër, edhe me rastin e shënimit ditëlindjes gjithsesi. Faleminderit. Ideja është që unë edhe te edhe shkolla në përgjithësi mendojmë atë mirën e fëmijëve tonë, edhe kur mendojmë me atë mirën jemi edhe dorëshlirë pastaj, sepse dhuratat gjithmonë kanë identifiku si popull. Kështu që shkolla finlandeze jo vetëm këtë herë, por shumë shpesh ka bërë edhe trajnime të fëmijëve gratis, të cilat kanë qenë në kompjuter, në metodologji të tjera, madje edhe të fëmijëve të cilët nuk janë të regjistruar në shkollën tuaj. Po, tash kemi edhe panairin e shkencës edhe inovacionit, ku edhe fëmijët e shkollave tjera kanë mundësi me ardhe dhe me pas se çka nxënësat tonë kanë punu gjatë tërë vitit, shohin edhe ata produktet ndryshme, inspirohen, pse ju në të armë një bashku komunitetit. Ja, pra, se nuk e marrë meritat veçon që bona dhurat, kjo me të mu, dhurat për familja jo. Për juve. Po, prapë se prapë shkolla finlandeze janë shumë dorëshlirë në këtë aspekt, edhe punojnë shumë për fëmijët dhe